Kosova Milli Eğitim Bakanlığı üniversite öncesi Eğitim Genel Müdürü çok kıymetli Anita Kadriou hanımefendi, Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçiliğimiz Ticaret Müşaviri Sayın Seda Ulukaya hanımefendi, Türk Temsil Heyetinden komutanlarımız, okul müdürümüz Sayın Ömer Akpınar, Sayın İbrahim Bucak, okul müdür yardımcılarımız, kıymetli öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, kıymetli basın mensupları, hepinizi Uluslararası Maarif Okulları'nın düzenlemiş olduğu bilim fuarına hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Distinguished Director of the Department of Pre-University Education at Ministry of Education, Ms. Anita Kadriou, respected members of the press, dear guests, respected teachers and dear students. I warmly greet you all and welcome you to our science fair. Today we are not only sharing the light of science, but also celebrating our students' imagination, curiosity and creativity. This fair is a special space where students enjoy learning, ask questions and discover knowledge in a fun and meaningful way. The Science of International Maarif Schools of Kosovo brings together projects from different fields such as biology, chemistry, physics, mathematics, robotics and arts. These projects clearly show the well-rounded development of our students. With more than 50 projects, this fair is a strong reflection of our students' effort, knowledge and skills. All of this has been possible thanks to great guidance and dedication of our teachers. I sincerely thank all our teachers, students and everyone who contributed to this meaningful event. Wishing to meet again in many more events full of science, curiosity and discovery. Thank you very much for coming again. Në emër të Ministrisë së Arsimit dhe si drejtore e Departamentit për Arsimin Parauniversitar, kam kënaqësinë e veçantë t'ju përshëndes në këtë ngjarje të rëndësishme, panajirin shkencor të organizuar nga nxënësit e International Maarif of Kosovo. Sot jemi një dëshmitar të një pune të jashtëzakonshme ku nxënësit prezantojnë ide, prezantojnë projekte dhe zgjidhje që pasqyrojnë fuqinë e dijes, kreativitetin dhe po ashtu mendimin kritik. Ky panajir është dëshmi e qartë se arsimi cilësor krijon jo vetëm njohuri, por gjithashtu edhe inovacion. Të dashur nxënës, ju jeni zemra e këtij aktiviteti. Çdo projekt i juaj është një hap drejt së ardhmes dhe një tregues i potencialit të madh që mbani. Të nderuar mesimdhënës, puna juaj e përditshme dhe përkushtimi profesional janë themeli i këtij suksesi. Një falënderim i veçantë shkon edhe për shtetin turk për mbështetjen e vazhdueshme në fushën e arsimit dhe për kontributin e shquar përmes rrjetit të International Maarif School of Kosovo, të cilët janë shembull i një arsimi dhe i vlerave edukative. Në përmbyllje të këtij panajiri ju uroj një panajir të suksesshëm, frymëzues dhe me shumë arritje. Le të jetë kjo ditë dëshmi se ardhmja ndërtohet me dije, përkushtim dhe sidomos me bashkëpunim. Faleminderit. Çevrenizdeki dünyayı anlamak için vazgeçilmez olduğunu gösterecek. And right now we're going to add potassium iodide and it will explode. So right now we're going to do it. Courageous individuals who make use of their knowledge and wisdom become embodies of humanity, letting away their fears and entrust your life. With devotion to humanity, the open access of concepts and truth in the world, establishing all over the world.
Përshëndetje, unë jam Ismail Kelmendi nga shkolla Marif School, International Marif Schools of Kosova, jam klasën e 8 dhe këtu e kemi projektet e robotikës shkollës tonë. Mundëm ja fillu me projektin e lojës të dinasaurit që mujna me lu me këtë pullën këto që e kena. Dhe atë projektin tjetër e kemi projektin që e kena kodu SP32, e kemi marru një model të ChatGPT-s, chatbot, mundëm me pyet çfarë edhe pyetje si për shembull si ose how are you në anglisht. Edhe këtu e kemi projektin që me senzor, me këtë senzorin e se shumë në sen, këto kë ujin piktu të transferën këtu. Këto projektin e kemi radarit, ku shë radarit diçka, si për shembull ku t'ja qesëm dorën, si për shembull ku t'ja qesëm dorën, kjo e bën punën bazeri që kena programu këtu, dhe projekti jonë këtu që është dera, ku t'ja qesëm dorën këtu, dera hapët, e kena përdur këtë projektin senzorin HCSR, dhe projekti fundi që e kemi bërë është projekti numra, e shenojmë një numër në laptop dhe numri këto me senzorat me motorat që i kena përdur këto, numrin muna me bu. Ekstra pizza. This is the short story of the seas that Turkey has flown all around the world in the past. Ve öğrencilerimizin çalışmalarını alkışlarımızla